Tash gjendemi në votimin 20-40, ku dalje ka deri afërsisht 24%. Duhet të ketë 605 votues, deri tash kanë votuar pra 23-24% të votuesve pa. Keni hasur probleme me? Jo, deri tash jo. Asesi s'kemi pas, të gjithë ka qenë në rregull dhe vendvotimi është hap në rregull në orën 6 të mëngjesit. Deri tash nuk kemi pas asnjë problem dhe shpresojmë deri në mbrëmje që mos të ketë asnjë problem. Për shkak se të gjithë janë të vetëdijshëm qytetarët. Do të thotë është vendvotimi 2034 në komunën e Brëvenicës, do të thotë në Brëvenicë. Numri i përgjithshëm që duhet votojnë është 860, prej tyre deri më tani kanë dalë 320. Me këto aparatet s'kemi pat thosh ashtu një problem. Qytetarët presin rend, votojnë rrjedhshëm, mendoj se çdo gjë deri më tani ka qenë në rregull. До сега гласањето се одвива мирно, без неправилности, си тече во нормален ред. Избирачко место 2035, до овој момент излезено е 33% од Проблеми гласачи. со техниката? Немаме, да, се оди во најдобар ред до сега. Si është duke vijuar votimi në komunën e Brëvenicës, sa është numri i përgjithshëm, sa kanë dalë deri në këtë moment dhe a keni pasur ndonjë problem? Më thënë, unë jem kretari Komisionit Komunal Brëvenicë, në Gjbedin Regjepi e kam emrin. Vendvotimet njerë janë hapë në kohë në ora 7, edhe ka vijuar procesi votimi dhe më thënë, dalja deri në ora 9 ka kanë 5.33%, më thënë si numër 860. Në ora 11, dalja është 15.29%, më thënë dikun 2400 e diçka vota. Probleme në për vendvotime nuk kemi has, nuk ka të paraqitura nga komisionere që janë për vendvotime, procesi hecën shumë mirë, më thonë, shpresojmë deri në mbylljen e vendvotimeve të shkojë kështu, qëra gjëra nuk ka, më thonë. Sa është numri përgjithshëm dhe sa vendvotime ka në përgjithësi? Numri përgjithshëm, domethënë të votuesve të regjistruar në komunën Brëvenicën është 16.144, vendvotime ka 24. Në për vendbanime që janë në kuadrët komunës Brëvenicës.